Kjo ndërtesë deri para pak kohësh shërbente si kasole për bagtit, por për shkak të mjerimit dhe braktisjes nga shteti, 85 vjeçari Pashk Lala dhe bashkëshortja e tij përdorin këtë kasole bagtish si stre të tyren. Unë kam dokumentat të flakë, të freskët. Këtu është kupole hajdude. Edhe bankat që janë sot janë hajduda, janë të vjetë, kënë se i kanë hajdut. Banesa e familjes së Pashk Lalës u shkatërua nga tërmeti nëntori 2019, ndërsa 6 vjet më vonë, Bashkia e Kurbinit dhe qeveria jo vetëm nuk e kanë rindërtuar banesën, por i kanë lënë të zhyten në mjerim. Si zbaton ligjet, nuk kërkojmë me në dhënë peshqesh, kërkojmë me zbatu ligjin si mas të drejtave të njeriut. Pashk Lala, dikur i shpërndjekur politik në Kurbin, edhe sot në qeverisin e Edi Ramës, e konsideron vete njëjtë si në regjimin e Enver Hoxhës, për shkak se prej 6 vitesh, institucionet i kanë mbyllur dyert duke lënë të pastre. Për njekmit politike Enver Hoxha na ka pushkatu, por nuk na ka tërpnu, sepse pushka për burrat ashtë. Kurse sot ka hyrë demokracia, na jena të shmjerzu. Ai kërkon ndihmë teksa ka humbur shpresat nga Bashkia e Kurbinit që çështjen e strehimit duhet ta zgjidhte shumë kohë më parë.